Gjemil Gjeli. Gjemil, si është jeta në Korridës? Tash jeta në Korridës, si gjithë këto fshatra të tjera që shikojmë ne, po jo fort e mirë. Çfarë problematika ka? Problematika ka shumë, po e për ne donim rrugën. Se po pa te rrugën ka një çik zhvillim më shumë. Tjetër, ujit na erdhi e kemi mirë, domethënë jemi më mirë se gjithë të tjerë, 24 orë ujë pa ndërprerje, se ne ishim fare. Tu ka ngelur moshatar tash. Të tërë pensionistë. Dhe ne për këte po e vujmë më shumë, që domethënë duke qenë pensionist, me atë pak pension që marrim, ne s'ja dalim dot për asgjë. Unë vetëm ilaçe, me gjithë gruan, duam nja 270.000 lekë në muaj. Ka qenë fshat i madh Korrica? Korrica, si që të regojnë plejtë dhe që është në arkivat në Itali, është gjetur se këti ashtu, ka qenë shumë fshat i madh. Edhe nga Korrica ka nikur edhe në Turqi, janë shpërndarë tërë Shqipërinë, do në familje, se në atë ko u është shembur njerë kjo fshat i vjetër, është fundosur fare, edhe ka nikur. Por në atë kohë i strehonte, ishte kohë e Turkut, i strehonte në për... Tani në kohën parën diktatura, sa frym ka pasur fshat? Parën diktatura këtu ishin 500 frym. Me letra. Ose 85 familje, kështu, si familje. Po aktualisht e pasin? Aktualisht këtu, se shtëpit boshe janë, po si njerës këtu mund të njërë 100 njerës. Këta pësoj se pleqeri, në i fëmi, pak fëmi ka, se s'ka me fëmi. Edhe shumë keqe kemi, ne kemi mbjell këto arat që kishim që ushqeshim para, benim ato planet e shtetit të dhe, i kemi mbjell ullin, se s'kishte me as si punonim do të asë. Po dhe ullin, tashin po na dali që ata duan punë. Edhe në qofë se bëjnë duan vjellë. Edhe duan punëra tjera, se thjesht ne i shikojmë kur bëjnë kokra, po duan krasitur, duan pleruar, i duan gjitha punë, duan spërkatur. Këtu s'ka... Ne kemi nja 2 çuna me traktora këtu, ata ikin